Kjo është rruga që të çon në fshatin Zhulat, një zonë e thellë në jug të vendit ku banorët përballen çdo dimër me të njëjtin maks. 2 javë më parë rruga u bllokua plotësisht nga rrëshqitjet e dheut dhe u desh ndërhyrja e ushtrisë për të hapur me eksploziv. Sa herë bie shi, Zhulati izolohet. Banorët mbeten pa lidhje me qytetin, pa mundësi transporti dhe pa akses në shërbime bazë. Por ironia e madhe është se për këtë rrugë janë dhënë miliona lekë nga buxheti i shtetit. Parat i ka marrë kompania LTI Construction në pronësi të biznesmenit Artur Çaushaj. Konkretisht, më 23 tetor 2024, kjo kompani fitoi tenderin e Bashkisë Gjirokastër për ndërtimin e rrugës Taronin-Zhulat me fond limit rreth 725 milion lekë. Punimet nisën në qershor të vitit 2025. Në fillim u asfaltua një segment i ngushtë i një rrugice ekzistuese, por që prej muajsh në teren nuk shihet më asnjë aktivitet. Nuk ka mjete, nuk ka punëtor, nuk ka kantier. Afati përfundimit të projektit ka kaluar. Banorët ankohen se segmenti asfaltuar është i ngushtë dhe nuk arrin as deri në fshat. Për ta rruga mbetet një premtim i papërmbushur, një projekt që ekziston më shumë në dokumente se sa në realitet. Por ku shkuan parat? Qindra kilometra më në veri, në Tiranë, pamja është krejt tjetër. Aty është hapur gropa për ndërtimin e një kulle 25 katëshe, një projekt që po ndërtohet nga njëjti biznesmen, Artur Çaushaj. Leja është firmosur nga vetë kryeministri Edi Rama përmes Këshillit Kombëtar të Territorit. Kontrasti është brutal. Në Zhulat rruga mbetet e pakryer nga ky biznesmen dhe fshati izolohet sa herë bie shi, ndërsa në Tiranë nga i njëjti biznesmen ngrihen kulla shumë katëshe në zonat më të shtrenjta të kryeqytetit. Kjo është pikërisht arsyeja pse shumë qytetarë pyesin ku përfundojnë realisht paratë e tenderave publik, por historia bëhet edhe më interesante kur shikon tenderat e fundit. Vetëm pak ditë më parë është publikuar kontrata e Bashkisë Tiranë me kompaninë e Çaushajt për ndërtimin e ambienteve për shoqatën humanitare të invalidëve, paraplegjik dhe tetraplegjik. Objekti pritet të ndërtohet në zonën e Surrelit, aty ku ka qenë reparti ushtarak 2011-45. Fondi limit për këtë projekt është rreth 623 milion lekë dhe financohet nga buxheti i bashkisë. Në teori, një tender i tillë duhet të prodhojë konkurrencë të fortë, transparencë dhe ofertën më të mirë për qytetarët. Në praktik, ndodhi diçka tjetër. Në garë morën pjesë rreth 20 operatorë ekonomik, por në fund fituesi u shpall sërish LTI Construction, edhe pse oferta e saj nuk ishte më e ulta. Platforma e monitorimit Open Data Albania e ka shënuar këtë procedurë me një flamur të kuq duke theksuar 2 element shqetësues. Skualifikimin e të gjithë operatorëve konkurrues dhe përjashtimin e ofertës më të ulët. Kjo sipas platformës përbën një rast me risk të lartë korrupsioni. Në një vend normal, një sinjal i tillë do të mjaftonte për të hapur hetime serioze. Në Shqipëri procedura vazhdon dhe kontrata firmoset. Në fakt, historia e Artur Çaushajt nuk është vetëm historia e një kompanie ndërtimi. Ajo duket më shumë si një rrjet kompanish që ndërveprojnë mes tyre. Sipas të dhënave zyrtare të publikuara në Spending Data Albania, kompania LTI Construction ka përfituar nga buxheti i shtetit pagesa që të përkthyera në euro i afrohen shifrës 8 milion euro. Në shumë prej këtyre tenderave ndodhe njëjta skem. Në garë marrin pjesë shumë kompani, por në fund skualifikohen njëra pas tjetrës, ndërsa LTI Construction mbetet ofertuesi i vetëm i vlefshëm. Paratë e përfituara nga tenderat nuk qëndrojnë gjatë brenda kësaj kompanie. Ato zhvendosen më pas në një tjetër kompani të lidhur me të njëjtin biznesmen, Trust Construction. Subjekti është i regjistruar me kapital minimal prej vetëm 100 lekësh. Me një kapital të tillë nuk mund të ndërtohen projekte gjigante. Megjithatë në Shqipëri, kjo nuk duket të jetë pengesë, sepse sistemi lejeve të ndërtimit e bën të mundur këtë gjë përmes vendimeve të KKT-s. Pikërisht përmes kësaj skeme, Çaushaj ka marrë leje për ndërtimin e një kulle 25 katëshe në një nga zonat më luksoze të Tiranës, në rrugën Viktor Eftimiu. Por rrjeti nuk ndalet këtu. Hallka e tretë është kompania Best Construction, e cila ka një histori edhe më problematike.
Kjo kompani më parë ishte në pronësi të biznesmenit Edmond Bego, i njohur si dhe Mondi Bego. Ai u arrestua në vitin 2018 në Greqi për llogari të një dënimi të dhënë nga Italia për trafik të drogave të forta, në kuadër të një organizate kriminale. Bego ishte dënuar me 21 vite burg në Itali. Gjykata e lartë shqiptare i njohu dënimin, por e konvertoi atë në 4 vite heqje lirie. Pas kësaj periudhe, kompania Best Construction kaloi në një fazë tjetër pronësie, ku shfaqet emri biznesmenit Dionis Likometa, pronar i Bitex Raffinery, kompani që ka përfituar ankande shumë milionëshe nga Alp Petrol. Në tetor të vitit 2023, kontrolli mbi Best Construction kaloi tek Artur Çaushaj përmes një serie veprimesh të shpejta. Lirim pengu bankar, ndryshim pronësie dhe riorganizimi menjëhershëm i kompanisë. Kjo është një skem që ekspertët e financave e konsiderojnë shpesh si mekanizëm për riciklim dhe pastrim parash. Disa muaj pasi mori kontrollin, Çausha i shiti gjysmën e aksioneve të Dionis Likometa. Menjëherë pas kësaj, kompania u përfshi në projekte të mëdha ndërtimi. Një prej tyre është Splendor Residence, një kompleks banimi me apartamente dhe hapësira komerciale në zonën e Porcelanit në Tiranë. Por projekti më i madh i kësaj kompanie nuk është në kryeqytet. Ai ndodhet në jug të vendit, në zonën e Berdeneshit në Sarand. Projekti quhet Berdenesh Hills dhe është projektuar nga studio italiane NOA. Ai parashikon ndërtimin e një lagjeje të tërë turistike me 8 ndërtesa pranë detit, mbi 60.000 metra katror sipërfaqe ndërtimi, rreth 250 apartamente dhe një hotel. Në këtë projekt janë përfshirë disa kompani, mes tyre dhe LTE Construction dhe Best Construction të Artur Çaushajt. Kjo histori krijon një pamje që shumë analistë e përshkruajnë si një trekëndësh të njohur në ekonominë shqiptare. Leje kullash, tendera publik, riciklim kapitali. Pra, ndërsa fshatra si Zhulati vazhdojnë të mbeten të izoluar dhe rrugët e tyre mbeten në mes të Baltës, në Tiranë dhe në Bregdet ngrihen kulla dhe komplekse turistike që kushtojnë 10 milion euro. Kjo nuk është vetëm një histori për një rrugë të papërfunduar, është historia e mënyrës se si funksionon një model ekonomik ku parat publike, lejet e ndërtimit dhe rrjetet e biznesit ndërthuren për të prodhuar pasuri të shpejt për pak njerëz, ndërsa qytetarët që paguajnë taksat mbeten me projekte të papërfunduara. Dhe ndërsa në Zhulat rruga vazhdon të bllokohet sa herë bie shi, në Tiranë gropat për kullat vazhdojnë të thellohen. Në këtë kontrast brutal mes një fshati të haruar dhe një kryeqyteti që ndërton pa u ndalur, shumë kush sheh simbolin më të qartë të mënyrës se si shpërndahen sot parat publike në Shqipëri.